Përshëndetje nga qendra e Tiranës, jam për të gjithë juve këtu, akoma dhe deri të enën, dhe dua t'ju them që të gjithë plagët që kemi, ndërshkimet, çfarëdo që të ka ndodhur në jetë, erdhi koha që ti të lirosh të gjitha problemet që ke në shpirtin tënd. Por ato nuk mund të lirohen as duke u qarë, as duke ndenjtur nëpër kafe, as duke patur marka rrobat, mund të kesh dhe ato, as duke shikuar çfarë ka tjetri ta kem dhe unë, as duke patur zili, por çdo gjë lirohet me punën tënde të brendshme dhe të lirosh ADN-n tënde. Kjo mund të lirohet vetëm me metoda si sistemi përfaqësik transformues që kam sjell për herë të parë këtu dhe ju bëj thirrje të gjithëve dhe shpërndajeni këtë video institucioneve të ndryshme, Edi Ramës, Ministrisë të Arsimit, që të më përkrajnë, institucioneve të ndryshme që të bëjmë terapi në grupe të mëdhaja, në njerëz, po mund t'i bëjmë falas, trajnime të ndryshme dhe të fillojmë dhe nga fëmijët që shpresë Shqipërisë, por jo më duke vuajtur, duke u qarë dhe duke ndenjur vetëm në mjerim. Jemi një popull me fuqi shumë të madhe, por duhet të fillojmë nga haja. Dhe atë mund ta bëni vetëm ju. Unë nuk jam më shpëtimtare siç kam qenë deri tani. Nuk ndërshkoj më veten. Por do jem këtu për të gjithë ata që do munden vërtet të bëjnë diçka ndryshe nga ato që është bërë deri tani dhe zgjidhje ka.